në konsultat tona, aksisa për birën do t'jetë me 2 fasho. 600 lek hektolitri për prodhuesit mbi 200.000 hektolitra në vit. Dhe duke respektuar standardin evropian e Bashkimit Evropian, 300 lek hektolitri për prodhuesit nën 200.000 hektolitra në vit. Çmimi i pullave fiskale. Çmimi i pullave fiskale nga 17.22 euro për 1.000 pulla do t'ulet në 3 euro për 1.000 pulla. Do ulet 3 euro për 1.000 pulla. Çmimi i pullave fiskale për verën do t'ulet nga 25 euro për 1.000 pulla në 3 euro për 1.000 pulla. Për verën do të unifikohet tarifa, aksisa e lidhur me gradacion në alkoolit. Aksisa do të lidhet me prodhues të mëdhej dhe të vegjël. Ajo që kanë vendosur këta mbi 12.5% dhe 12.5 është një absurditet me brirë. Ne do nxisim prodhimin vendas. Natyrisht, respektojmë rregullat e Bashkimit Evropian. Edhe njerë, në qoftë se ne nga aktet e para hedhim në lan Ballkanin e hapur, ne u qëndrojmë besnik, luajal, të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Berlinit dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mbasi ato janë të studiuara, për shembull, Bashkimi Evropian pranon diferenca në aksisa midis prodhuesve të mëdhenj dhe të vegjël, dhe kjo është e bazuar në kosto që ka prodhuesi i madh krahasuar me prodhuesit e vogël, por pranon brenda një diapazoni të caktuar, pra nuk mund të jenë më shumë se sa 50% diferenca. Dhe ne i përmbahemi këtij rregulli në të gjitha rastet, por siç e shihni, ne arrim të nxisim prodhimin në këtë mënyrë. Shpërblimet e dhëna me dëshirë dhe pa shtrëngesë nga klientët në njësitë që ofrojnë ushqime pije janë të ardhura të përjashtuara nga tatimi, do përjashtohet nga tatimi, si për kompaninë ofruese të shërbimit, ashtu dhe për të punësuarit si kamarierë që përfitojnë prej tyre. Pra, ai që në botë quhet tip e quajnë, në Shqipëri e quajnë bakshish, ai nuk tatohet. Nuk tatohet. E kam theksuar edhe herën tjetër, energjia elektrike për biznesin nga 18-24 lek kilovator që është sot do të shitet me 6 lek. Zbret pra 3-4 herë. Taksa e shitjes së pronës ulet nga 15% në 2%. Taksa e shitjes pronës. Taksarama karburantit hiqet dhe në gjitha pikat e karburantit nuk do mund të shitet. Karburant me ndryshim çmimi plus minus 10% me
pompat e vendeve për rreth, vendeve fqi. Maqedonisë, Kosovës, Malit të Zi. Bimët medicinale marrin një mbështetje preferenciale të fuqishme krahas ullirit dhe arrorëve dhe bimë të aromatike. Ato janë dhe duhet të jenë një burim i fuqishëm të ardhrave të zonave ku ato rriten dhe nuk ka një vend tjetër të ketë biodiversitetin e Shqipërisë. Do ofrohen lehtësira logjistike dhe të llojeve tjera. Linja krediti dhe nxitje e fuqishme e barabartë me ullirin dhe arrorët, të cilët ngelen përparësi të pandryshueshme dhe të suksesit